Po, në Kosovë nuk ka kom kosovar, as nuk ka gjuhë kosovariste, por ka kom shqiptar I pandar në gjuhën shqipe. Kjo është një lloj, edhe kryeministri jonë ka ngatuar këtë, ku ka thënë kom kosovar në një nga takimet e veta në për këto rangjet Brukselit apo ndërkombëtare, dhe kjo është që do të bëj kudes gjë shqiptarët. Ta ketë qartë mendit. Ka vetë një kombo ku zonja Demi thotë që komb është ai kombi që të bëhet ty në Gryk I lidhur pra. Edhe ne themi sot, kam një komb në Gryk, pra komb I lidhur. Dhe është I vetmi popull në botë që është I lidhur si një komb që është 10.000 vjet, sepse përdoret një gjuhë. Pasandaj ishte Dardandi, ishte Epir, apo ishte Ilir, apo ishte Pelazg, apo ishte Mesopotamas, apo ishte Macedon, apo ishte Macedonti dhe Thesalti, sepse të gjithë vishin njësoj. Kishin prerjen e flokëve, Thesali, Macedonsi, Epiri ishin njësoj. Dhe prandaj quhej gjithë to popull që përmenda, not Greeks në kohën e Helene, mbi veçarin e Ekrit. Po më përpara ishin Pelazg, ishin që të gjithë që flisin një gjuhë. Pra ky kom si sot jo se u tret, po u detyrua të mblidhet deri të jetojnë në përmale, që sa që e vërteton ADN-ja e bërë nga shkolla e Harvardit, nga njerëzit më të fuqishëm të studiuesve të Harvardit, siç është Josif Lazaris, I cili është shprehur që kam dashur të studioj rrente e fisit timta, por po të studioj edhe në çikta mund të dalë që jam dhe unë arbnor ose shqiptar. Thotë ai pra në Harvard. Ai mund të jetë origjinë greke se duhet nga emri, Josif Lazaris. Po me origjinë greke të themi janë gjithë arbëreshët më burr. Se janë gjithë arbëreshët, edhe janë gjithë shqiptar. Vazhdodi. Po më, bravo, nëna George Washingtonit ishte një shqiptare nga Peja. Po, këtu kemi me zëm duket, Me kemi me zëm, nuk ka problem. Ky është studiusi, po janë dy. Ky është studiusi shqiptar që ka bërë këtë libër, ku ka gjetur dokumentat, po ndërkohë është edhe jetëshkruesi I gjithë presidentëve. Po ky libër ku ekziston? Ky libër ekziston në Amerikë, pra. Ekziston është në Amerikë që ka bërë studim. Po do ta gjejmë, do ta sjellim patjetër. Amerika me rein shqiptar, ja të kem. Amerika me rein shqiptar. Rasim. Ky është me origjinë çame, Rasimi, edhe ka bërë këtë libër që I është dashur popullit shqiptar sepse kur e kemi thënë dikur në 7-8 vjet përpara, edhe shqiptarët na nxorën me mosbesim doshta. Me mosbesim shumë të madh. Sepse janë bombarduar aq shumë shqiptarët nga presionet e jashtme, qoftë ato pushtuese, po qoftë edhe nga brenda vendit, me negativitet, janë bombarduar me negativitet. Dhe nuk beson dot në forcën e rrejve të veta. Nuk beson dot më dha. Që të thuash që ç'nea I merrën shqiptare me. Që të thuash që Napoleon Bonaparte me 2-3 argumenta dhe mund ta vësh dyshim. Po nëse dalin sot 42 janë dhe 5 të tjera të reja, 47 argumenta, dokumenta, thënie që ky është shqiptar e bi shqiptar, si mund ta vësh akoma dyshim? E njëjta gjë edhe për George Washingtonin, e jema Maria nga Sinica e Pes. Si e kishte emri Maria pa? Po Maria, ka emër më të bukur. Bala më. Maria Bala, po falenderoj, Maria Bala. Po I bie tamam Bala Balbra. Gjej Balshai Bala janë, e kupton? Dhe shkon në Angli, në Skoci, nga Skocia në Amerikë, martohet me teatrin e George Washingtonit dhe po ti vësh re ka një lidhje të madhe të presidentit të Amerikës me popullin shqiptar. Kur vajti në Tereza, që I thotë Bill Clintonit, mbroje popullin e Kosovës, se është populli im, tha. Pastaj shprehjen e dytë, mbroje atë presidentin e Kosovës, se është presidenti im, tha. Edhe Bill Clintoni hapi sirtarin dhe unë I kam ato dy faqe I shkrimi edhe më shumë bilet, 2-3 faqe të George Washingtonit, tamam itinerari që thot profesori tu zoti shumë interesante, botoj. Po, I kam pëtuar. E kanë librin e Pirit, e Qamërisë, I kanë libra ato, e ke albumet e mia, janë gjithat pasqyruara. Po njerëzit lexojnë pak. Po megjithatë, duam të themi që George Washingtoni themeluesi I Shteteve Bashkuara të Amerikës, I cili formatoi nga pikpamja konstitucionale këtë shtet dhe është me origjinë gjysma e familjes së tij, është origjinë tipike dardane e viteve 1700 që është Maria, një emër Maria Bala, edhe emër dhe mbiemër pa Bala. Bala, Po shkoj koincidencë zoti Guri, domethënë
Mama e George Washingtonit ka mbiemrin e babait tim. Kurse George Bushi ka mbiemrin e mamas time. Po, Bush, George Bushi. Po ne Bushi i themi busheve, i themi shkureve të vogla. Dhe jemi bush e shumë i prapo, por edhe për këtë. Mund të bëjnë, unë e pranoj që tjetri mund të bëjë dhe që së ndira dhe pak galat, por në krahasim me vlerën e shqiptarisë që del, për shembull George Bushi. Një Dibrani ka pranuar që ka origjinë. Ne jemi shqiptarë, por nuk e di kur kemi vajtur në Amerikë. Edhe ky djali e ka me video, unë e kam këtë gjë, edhe videon, edhe firmën, edhe shkrimin që ka bërë. Ne jemi nga Shqipëria, George Bushi, por nuk e dim kur kemi ardhur. Dhe ky djalë është Dibrani, inxhinier, takuar me George Bushin në Korfuz në vitet 97-8 në këto i madhi, George i madh. Pra, nuk duam të themi që çdo njeri mirë shqiptar, jo, por ky popull duke qenë shumë herë më i madh, shumë herë më shtrirje më të madhe, edhe ne jemi të fundit e mohikanëve që kemi mbetur. Dhe kanë nxjerr personazhe të jashtëzakonshëm. Dhe kanë nxjerr personazhe për fund të jashtëzakonshëm. Po për shembull, të bën çuditë po ti thua shqiptarëve që Picasso lindur në Azinë e vogël, po me gjysmë nga Çamria. Të bën çuditë kjo gjë. Ti se pranon dot kurrë, po është Le Monde, gjithë revistë. Është revistë Le Monde. Edhe e thot fryngjisht, pasi flet 17 faqe, 18 faqe për Shqipërinë, që nga gjësia gjeografike, sa metale prodhon, sa ujë ka, qeveria e mbretit, qeveria e Enver Hoxhës, po ç'është Skënderbeu, po edhe Napoleoni aty e kam gjetur për parë, që Napoleoni me iku nga Kllogi, fillimisht ishte Kalemiri, vjen nga Kain e Mali, që shkojnë Korsikë etj etj. Po aty, çiku poshtë, për Nën Terezën, po se po që pranohet, thot për Picasson. Ti nuk e mendon dot që dikush ta pranoj që Picasso ky piktor i madh edhe të jetë me origjinë shqiptare, edhe e thot penelata aty bëjnë 50 milionë euro zoti. Lindur në Azinë e vogël, Majno Razia në frëngjisht, por me origjinë nga Çamria. Ose tjetri aktor i madh francez, Jean Marais. Jam tha që thot ai thot vet, nuk është në këtë revistë, thot që jam tha kleftaj, në Athintaj, që i vitja tujve aty që na i vite si pushtusa, por me origjinë jam Papa Diamantos nga Çamria, nga Epirit. E thot vet, e thot në televizion. Po në televizion, unë i kam gjitha këto dokumente, këto filma, jo për të thënë që Robert De Niro. Po Robert De Niro është diet botërisht në Sanremo, që thoshte jam gjysmë, jam half Sicilian, half Albanian, dhe ajo e ndërpriste, edhe ai thoshte prap half Sicilian, half Albanian. Pra, ose Danny DeVito, aktori komedian, prindet e mi flisin gegnisht, shqip i thoshte, geg, ti je geg. Pra, shiko se sa Giorgio Armanin. Pra, Giorgio Armani pra iku 1616 nga Shkodra. Po puna është që do ta thoshte profesori i nderuar Fullum Gjufi, do ta thoshte ai pra. Në fakt, për të thënë të vërtetën dhe unë atë besova kur e tha Gjufi. Shoku nuk e beson, dakor? Nuk e kisha dëgjuar nga aty, nuk e kisha dëgjuar. Po jo më kanë kënë libër të shkutur pra, ke libër e Piri Pellazut, Çamria, ke aty Giorgio Armani, 1616. Me fjalë ke thënë para zotit Gjufi. Po shumë herë para edhe për Napoleonin edhe s'kan çikjo. Unë nuk jam nga ata që dëgjova na ai dhe më bëj qefi, po. Unë, si punë ati, unë jam komunisti 41 që thaj, po unë jam komunisti 36 thaj. Si jam unë për të gjera, kur në kur. Unë jam që pranoj edhe... merita i ke zoti Guri. Më falë, unë pranoj edhe në një qesendisi, e pranoj edhe. Pa aman të shpëndahet, vlera, editorisë, për kombi shqiptarë, e pranoj edhe. Sepse vjen e vërteta dhe të tregon që ti e 2-3 herë i fuqishëm, që edhe ka përballuar atë lloj qesendisje, po edhe të ka dalë e vërteta punon, por nuk mungon. Mund të thonë që nxorën gjithë shqiptarët në këtë po. Fakte dhe argumenta. Vazhdo të lutem, ke edhe një dy tjera. Shikoni që skenë. Këto llaktarit e luftës Kosovës. Shikoni që skenë aty. Këto janë për treguar që me popullin shqiptar ka ndodhur Golgota, ka ndodhur eksode, ka ndodhur ekzile, ka ndodhur barbarizma ndaj këtij populli dhe prapë janë përsëritur çdo 50-60 vjet. Për shembull, ne bashkë kemi nxjerr pamjen kur Enea merrte teatrin në Krah. Dhe 1900, kjo i bie 1110. Para erës sonë. Kohës Trojës, para erës sonë, kohën e Trojës. Enea, Ankizi, shoqja dhe fëmija. Dhe Askani, po. Dhe Askani.
Dhe Askani, eksakt, Askani 5 vjeç. Jo, e shoqja i humbi aty gjallu dhe u martua me vajzën e pretit latin. Po çfarë si e ka për pikturë, ishte një grua. Dakor? Tani e njëjta gjë, 1999, tamam rasti që po jemi, ishte një djalë në këtë moshë, në 40 vjeçar, me baban të hedhur në krah si Enea, a dhe gjeti, si Enea, me një zonjë me gruan në këtë rast të Kosovë, edhe me një fëmijë. Atë si mund përsëritet historia kaq identike 3000 vjet mbas. Pra, edhe këto raste, këto të kujtojnë sa luftën e eksodin në luftën e Trojës, 1190 para son, të kujtojnë eksodin në 167 kur Romagu u tregua barbar me Ilirët, me Gentin. Pastaj të kujtojnë eksodet e ardhjes të avarëve, të visigotëve, të govëve, të hunëve në 548, që Iliria atëre pushoi si ekzistuari, por një popull që mbjetoi dhe doli arbor në 1054. Pastaj të kujtojnë luftën e Shkodrës, rrethimin e dytë të Shkodrës 1479, që luftonin që Mehmeti, sultan, trembesh, se si mund luftojnë në Kem me camburoja bronzi, edhe si mund luftojnë në Ktaluan si luftojnë në Kem, 1479. Pastaj vjen Shkodra e 1913. 2.000-3.000 luftetar kundra, si shton 300.000 që i rrethuan. Po, eksakt. Edhe thonë që u masakruan rreth 40.000 atje rrethues. Dhe vjen Shkodra 1913 në atë rrethim, në atë Serbo-Malazez, në atë bombarduan në mënyrë të tmerrshme. Po, edhe shkodranët nuk u dorëzuan, pra shikoni ç'a kryqëzimi. Përsëritje.